Franga zvicerane ka arritur nivele rekord kundrejt euros dhe dollarit, duke forcuar në 0.9167 për euro dhe 0.7660 për dollar. Ky zhvillim është parashikuar nga ekonomistët pasi franga është njohur për qëndrueshmërinë e saj gjatë krizave ekonomike. Arsyeja e forcimit të saj lidhet me normat e ulta të interesit në Zvicër dhe reputacionin e saj si një strehë e sigurt në perioda pasigurie globale. Konsumatorët dhe udhëtarët që fitojnë në franga mund të përfitojnë nga ky kurs i favorshëm. Një 11 vjeçar nga Vado di Cadore, Belluno u detyrua të ecë rreth 6 kilometra në temperatura nën zero dhe borë, pasi shoferi i autobusit të linjës Calalazzo Cortina e detyroi të zbriste për shkak të një bilete prej 10 eurosh që ai nuk e kishte. Fëmia i cili udhëtonte drejt shkollës së San Vito di Cadore hipi në autobus me biletën që kishte përdorur më parë, por shoferi dyshohet se refuzoi dhe urdhëroi të zbriste. Familja e tij ka ngritur padi për braktisje dhe raportohet se djali ka posuar lodhje dhe temperaturë të ulët trupore prej 35 gradësh pas rikthimit në shtëpi. Sipas gjyshjes së tij avokate Chiara Balbinot, incidenti ka shkaktuar vuajtje të rënda fizike tek fëmia i cili mbeti i sëmur pas përjetimit të situatës. Nëna e tij kishte bler biletën 2.5 euro në fillim të vitit, të vlefshme sipas zyrës së biletave, por shoferi nuk pranoi asnjë formë pagese në dorë pasi rregullorët e kompanisë Dolomiti Bus ndalojnë shitjen e biletave nga shoferët. Komunikimi me Dolomiti Bus ka treguar se për linjën Calalazzo Cortina bileta mund të blihet vetëm përmes aplikacionit platformës OpenMove ose me terminal POS për bileta speciale ditore. Çmimi i biletës është vendosur 10 euro në përgatitjet për lojrat olimpike dhe para olimpike Milano Cortina 2026, ende mbetet për tu sqaruar se çfarë masash do të marrë kompania për këtë incident, ndërkohë që ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale.